Inkuadrimi i Shkëndijë së Haraçinës në ligën e parë ishte një ëndër e kahmosme për banorët e Haraçinës, një objektiv që tashmë është bërë realitet. Pas këtij suksesi historik, vëmendja tashmë është përqendruar te projekti i radhës, projekt i cili do të jap klubit një shtëpi moderne dhe do të krijojë kushte të mira për zhvillimin e futbollit. Lajmin për ndërtimin e qendrës sportive e ka bërtutur kryetari i komunës së Haraçinës Daud Beqiri, i cili zbuloi se stadiumi për stërvitje do të përfundojë në kohë rekord. Për atë më prioritet ishte edhe stadiumi për stërvitje, për atë një herë kemi filluar stadiumin për stërvitje, që besojmë për shumë shpejt në një kohë rekord për 3-4 muaj të kryhet vetëse edhe të jetë në shfrytëzim nga ana e ekipit Shkëndijës. Ky projekt pritet të shënojë një hap të rëndësishëm për sportin në Haraqinë, duke i mundësuar Shkëndijës që në të ardhmen ndeshjet si vendas të zhvillojnë në Haraqinë. Veç Shkëndijës, qendra sportive do të jetë një mundësi e mirë edhe për të rinjt dhe një hapësirë që nga ata do të shfrytëzohet për rekreacion. Vetë se kemi filluar stadiumin për stërvitje dhe në të ardhmen planifikojmë që këtu të kemi edhe një sallë multifunksionale për sport. Siç e dim, suksesin e fundit me Shkëndijën që u inkuadruam për herë të parë mas 50 viteve në ligën e parë, e dim që ishte më se nevojshme. Bile ky projekt është pak i vonuar, u dashur të fillon sa më herët se kemi nevojë për një stadium në Haraqinë. Qendra sportive do të ndërtohet shumë pranë kompleksit memorial të dëshmorëve në Haraqinë.